Rruga nacionale Gjirokastër-Tepele në vendin përballë fshatit Shtëpës për shkak të prurjeve të shumta të lumit Drino rrezikon shembjen. Rruga ka psuar plasëritje mes superstradës, ndërkohë që një pjesë e saj është marrë nga uji. Pamjet e filmuara flasin vetë për situatën emergjente që paraqitet pasi shëmbja e saj do të izolojë rrethin e Gjirokastës me pjesën tjetër të vendit. Kjo rrugë është më e qarkullueshme në jug të vendit, duke patur parasysh se është e vetmja që lidh pjesën tjetër të Shqipërisë me Gjirokastër dhe pikën kufitare të Kakavijes. Mund të keq dhe prurjet të shumta të Drinos po vijojnë të shtojnë problematikën, duke e kthyer në një emergjencë serioze. Nëse nuk do të ndërhyjet për të parandaluar shkarjen e rrugës, atëherë kjo zonë pritet të izolohet nga pjesa tjetër e Shqipërisë. Si rrjedhoi, do të kërkohen rrugë alternative për të mbritur në këtë zonë.